E thash se tashmë është bërë jo vetëm në Kosovë, në fakt në gjitha formatet, ku do në përbot, ku pjesëmarrësit në to vazhdojnë të jenë në mbikëqyrjen e kamerave, nuhasin deri diku se çfarë ju pëlqen më shumë publiku, dhe kësi soje krijojnë lidhje të cilat më pas edhe pëlqejnë shumë të publiku, por që në realitet nuk dalin të jenë shumë jetë gjate. Si sheni ju këtë dinamikën e krijimit lidhjeve në formatet reality? Fillimisht tani është çdo kënaqësi të jem pjesë e këtij emisioni edhe debateve, temave që i përzgjedh, që janë jashtëzakonisht qëlluar edhe në interesin e shoqërisë, besoj. Si Leonor, nëse flas në aspektin psikosocial, tu e përfshihet aspektin social shumë më shumë se sa si person që ndoshta i ndjek këto formate, kisha me fol pikërisht për Big Brother Kosova, si Big Brother Albania, që jemi ma të ekspozum ndaj tyne, mos flasim për gjitha reality show që janë kudo në botës. Kemi cameo ik, të në drejtë, nuk është që i përcjelli, po të rrjetet e mia sociale, Facebook dhe Instagram, janë e ekspozume gjatë tërkohës ndaj tyne edhe nuk muj me mohu që shpesh herë të marrin vëmendjen. Kur marrin vëmendjen të mas shumë, të është këto rastet e lidhjeve dhe qifteve të reja në këto reality show. Pyetja jote sa janë jetë gjata, sa janë reale, unë kisha me thonë që asë një lloj lidhje tillë, duke përfshirë një format si reality show ose Big Brother, asë një emocion nuk do të ishte i rrem. Unë besoj që emocionet edhe ndjenjat në raport me qiftet edhe lidhjet që krijohen janë patjetër reale. Çka nuk është real? Është konteksti, formati edhe komplet çaj organizimi dhe hartimi i një programi të tillë që manipulon situata për të pru deri te ndjenja dhe emocionet të tilla. Kovani? Unë mendoj ndryshe, pak më ndryshe, se njëjtë që kemi pa në Big Brother, se që aty veç ekspozohen ma shumë, mendoj që mungesa e telefonave, e jetës që bojnë në përditshmëri, i bën ashta njerëz me u lidh, se nuk kanë çka tjetër me bo, me përmbush vetën, menoj unë. Menoj që ata në gjojnë si përmbushje. Aktivitete për me bo ka mjaftueshëm. Po ka, po e gjenë në mënyrë më atletëse dhe që ajo është mënyrë më letë për me marrë vëmendje. Po, edhe marrin vëmendje prej qasaj, po edhe menoj që veç që kanë në mungesë të telefonit edhe sanev që ka i bojnë jashtë asaj shtëpie ose diçka. Po, janë më të ndikume. Ka shumë faktor, ka shumë arsye, unë nuk e mohoj as këta që u tha prej koleges, kur je izolum edhe je 24/7 në vëzhgimin e kamerave. Sa mund ndikoj që presioni kamerave dhe ndikimi i audiencës që mundet me pas publiku? Audienca, pikërisht në një ambient rrethuar me kamera, ku nuk dihet, po supozojmë se nuk dihet asgjë për botën e jashtme. Shpeshherë kemi pa në formate të ndryshme që njerëz të cilët kanë pas dikë jashtë, më pas ka njohur dikë tjetër brenda, duke shkatruar lidhjen e tyre jashtë, që më pas ka rezultuar shkatrohet edhe kjo që kanë pas brenda për shkak të ekspozimit të tyre informacioneve. Ata janë të izoluar. Në shumicën e rasteve ne e dim, po flasim për formate si Big Brother, se kemi reality show të ndryshme, natyrave të ndryshme. Ata nuk dinë për atë periudhë kohore çfarë ndodh jashtë. Edhe vinë në pritjet e tyre, po nuk janë 100% ndjeni për lojen edhe manipulimin që organizohet tani, po e flas në aspektin pozitiv, nuk është që dikush në mënyrë negative, po manipulon me tjetrin, se për faktin që ti ke nënshkru një kontratë, ti ke hyrë me vetë dëshirën, edhe je bë pjesë e kësaj loje, je bë pjesë e këtij formati. Po pritjet e tyre nga jashtë brenda ndryshojnë. Edhe besoj që në shumicën e rasteve janë dy arsye pse ndodhin lidhjet. Patjetër që ka emocion, unë nuk e mohoj emocionin, por ndodhin që njerëz me niqat ndjesinë e sigurisë edhe jo vetmisë, dhe në disa raste mund edhe të manipulohen thjesht për të marrë vëmendjen edhe me e fitu një format të tillë. Por në përgjithësi, në aspektin human, unë prap ndal të ideja të përfundimit që as secili nuk shfaq një emocion dhe ndjenje tërheqshme. Por realiteti ku janë, ose më të themi mjedisi ku ndodhen, jo gjithmonë është real, është një natyrë e krijuar artificiale, edhe kur flasim për jetëgjatësinë e këtyre lidhjeve pasi dalin prej një reality show, pse në 10 me sa pash deri në 30% rasteve kaq mund vi që një çift shkon deri në martesë o ka një lidhje të lumtur mbasi ka përfunduar një format të tillë. Në raste tjera, arsyeja nuk është vetëm mungesa e emocionit, ndjesisë, por besoj që është po ashtu edhe presioni social me të cilin përballen edhe
presioni I famës me cilin përballen pasi të kanë dalë nga formati. Këto dy çështje do Problemi ndodhin. është ju tregojmë, unë mendoj që producentat aty në reality show që nuk është veç Big Brother, po kemi edhe show tjerë, dating show, çifte, me u bo qift me njëri tjetrin, edhe mendoj që pak a shumë I shtynë edhe japin një farë presioni se publiku po ju dëm bashk, edhe këta janë gjendje mas nej me bo çdo sen, veç me konë në favor të publikut se qashtu po dhez. Nëse bën I bjen në favor të vetës. Po të vetës, po I bjen, po nëse publiku është për shembull ty po tregon producenti që hej, njerëz që janë të pa ty ma shumë me çet person, shko ti me çet person aden, e nëse shkon që ashtu nuk mendoj që mas një që ajo lidhje ka me funksionu edhe për që ato mas një masit dalin jashtë e shet që nuk është personi I duar edhe mas një ndonën. Çka mundet me tregu ndoshta një situatë, po supozojmë që edhe mund të ndodhë që pikërisht me instruksione nga dikush tjetër edhe të formohet një qef mirë, po ndoshta njëra prej palëve edhe mund të ndjej diçka gjatë rrugës, për shkak pikërisht tërë këtyre elementeve që I përmendëm, presionin psikologjik, vëmendjen e kamerave dhe duke ditë se jashtë është një publik I gjerë që I ndjen, më pas çfarë ndodh në aspektin psikosocial, ndoshta Leonora, me këta persona cilët deri diku rrugës edhe krijojnë një ndjenjë, simpati, e që më pas mund të përkthehet edhe ndryshe. Ka shpesh raste, unë shoh për shembull edhe në përgjithësi njerëz që largohen prej vendit tyne, largohen prej shtetit tyne, kalojnë me punë ose me shkollë në një vend tjetër, edhe për faktin që e kanë qenë mungesën e rrjetit shoqëror, mungesën e familjes, me çdo kush tentojnë me kriju një rreth ose në këtë rast me gjetikën, me u lidh me dikën për me mund çat frikën e vetmisë edhe çat ndjesinë e vetmisë gjithashtu. Imagjino